Nata e tretë e Rin Show u kthye në një festë në teatrin Andonza Koçajupi, teksa në skenë u ngjitën nxënësit e gjimnazit Platon, me një repertor të pasur artistik, ata sollën për publikun momente humori, dramatizime dhe këngë kërcime, duke treguar se të rinjt kanë shumë për të thënë. Spektakli, i cili është kthyer në një ngjarje të shumëpritur për të rinjt e Korçës, vazhdon të promovojë artin dhe vetshprehjen nëpërmjet skenës. Rin Show natyrisht promovon elementet. Ata që kanë talent në kërcim, në aktrime dhe me gjërë. Por fryma e grupit, për mendimin tim, është shumë e rëndësishme. Nëse nuk e frym grupi, nuk çohet dot përpara. Jo se nuk ishte vit, po këtë vit e ndjevam shumë. Ishin nxënës më të përgatitur, mundoheshin të futeshin në rolet që unë ju jepja, edhe në për kërcimet që ju ka përgatitur Blerta Belliu edhe Bardhi Pojani. Ishte një mrekulli, unë jam kënaqur shumë. Nxënësit pjesëmarrës thanë se kjo eksperiencë ishte për ta më shumë se një performancë, ishte një mundësi për të ndarë pasionin dhe talentet e tyre. Kjo eksperiencë ishte një gjë shumë e veçantë për mua, duke qenë se unë nuk para merrem me aktivitete të tilla, u kënaqem shumë, njohëm shumë miq të rinj, zhvilluam në talentin tonë në shumë fusha që neve nuk e dinim që këto talente i kishim. Kam marrë pjesë në të treja vitet dhe me keqardhje them që ishte një eksperiencë shumë e bukur dhe do më mungojë. Ne nuk kemi ardhur për fitore, ne kemi ardhur që të kënaqem në Rin Show. Sigurisht që të gjithë duam të fitojmë, por ne me të mirë se ne nuk ka dhe me të mirë nuk kemi. Spektakli do të vazhdojë edhe me netet e tjera, plot surpriza dhe energji artistike, duke sjellë në qendër të vëmendjes rinin krijuese të Korçës.